Qoftë lëvdu Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur në rastin e motra. Jemi përsëri në emisionet tona të titulluar Shtektar të shpresës dhe vazhdojmë të shqyrtojmë letrën e Papa Franceskut të dërguar me rastin e vitit jubilar, vitit të shpresës. Dhe letra që titullohet Shpresa nuk zhgënjen ka rrit këtu në trajtimin tonë në numrin 17. Është një numër i gjatë, por shumë interesant. Dhe pikërisht nga që është i gjatë dhe ka detaje shumë të çmuara brenda, po e ndajmë copa, nuk po e lexoj mas pari si herë të tjera, por po lexojmë rresht pas rreshtit ose 2-3 rreshta së bashkut dhe e trajtojmë, e marrim shqyrtim në shtysat që na propozon Papa Francesku për të meditu. Dhe Papa Francesku fillon duke thënë në këtë numër se rastësia ose më saktë provania e Zotit don që në këtë vit të shpresës, për në vitin 2025, të jetë edhe jubileu i përkujtimit të Koncilit Ekumenik, Koncilit të parë Ekumenik, ai Nikes, që është zhvilluar në vitin 325, pra 1700 vjet më parë. Thot Papa, gjatë jubileut kujtojmë një përvjetor shumë domethënës për gjithë krishterët. Një mend do të mbushen 1700 vjet nga kremtimi i Koncilit të parë Ekumenik, ai Nikes. Është mirë të kujtojmë se që nga kohrat apostolike barind takoheshin në raste të ndryshme në kuvende për të trajtuar tematika doktrinore dhe çështje disiplinore. Duke vazhduar edhe stilin e emisioneve të tjera, e keni kuptuar se ne marrim shkas nga fjalët e Papa Franceskut për të kaluar atëherë në disa që mund t'i quajmë katekeza për formimin tonë krishter. Dhe në këtë rast katekeza do të kenë një trajtesë ma shumë historike, por shumë interesante, shumë të çmuar, dhe do ta shohim se nga historia do të zbresim pastaj në trajtesat biblike, dogmatike, pak, por pa hyrë shumë në ato aspekte, por thjesht duke i cek, duke i përmend, e duke pa edhe pasojat ekleziale, si thosh, e kishtare, që sjell edhe bashkimin në disa koncepte, në bashkëndarjen disa koncepteve teologjike. Për qenë më i thjesht, po i përmahemi edhe një herë rreshtave që sapo lexuam te letra e Papa Franceskut, ku përmend koncilet ekumenike dhe me të drejtë mund t'ju kenë vrarë veshin fjala koncil ekumenik. Çfarë do të thotë? Fjala koncil ka rrajnë latine dhe do të thotë këshillim. Ekumenik ka rrajnë greke dhe vjen nga fjala ekumene, që do të thot e gjithë bota, si thush, bota e banuar, kështu mendonin në atë kohë, jo kështu mendonin, e dinin se edhe bota ishte e gjitha e banuar, por bota e banuar nënkuptonte për kishën e asaj kohe bota romake, pra perandoria romake. E banuar nga të krishterët, pra, edhe mendoj se ajo ishte forca më e madhe në botë, kështu të paktën e mbanin veten dhe ashtu ishte në fakt për disa aspekte, por duke qenë se shumica e madhe e krishterëve ishin në territoret e perandorisë romake, atëherën qunin pra këtë këshillim, si thosh, mes të gjithë banorëve të botës. E dinin se edhe thash, jashtë kufijve të perandorisë kishte njerëz, por nuk kishte të krishterë, pra mbledhja e gjithë të krishterëve, ose më saktë barinëve të krishterë, sepse ishte e pamundur të organizojë një mbledhje normal e gjithë krishterëve. Dhe në atë kohë fjala koncil nuk qarkulloi shumë, qarkullonte fjala sinod. Sinod përbahen nga dy fjalë, syn, që do të thotë së bashku, odos, ull, është edhe ecje, që do të më thonë të ecësh së bashku. Ekumene synodus, pra kjo ishte fjala që qarkullonte në atë kohë. Sot i themi koncil ekumenik, por atëherë thonin ekumene synodus, që do të thotë pra duke ecur gjithë bota e banuar së bashku. Pra bota e krishterë në kuptohet në këtë rast. Dhe kështu e kuptojmë edhe sa
afër na duket ai sinodi I fundit që pat organizu Papa Francesco dhe e zgjati ndër vite, sepse zakonisht ishte sinodi I peshqvinëve që duhej të bahej her pas here sipas drejtës kanonike, por Papa Francesco deshti që ta kalonte, ta shtrinte këtë sinod për të gjithë kishën dhe e filloi në vitin 2021 dhe u mbyll në vitin 2024. I vuni këtë titull për një kishë sinodale, bashkim, pjesëmarrje, mision. Nuk mund ndalemi shumë tek ky sinod, shumë interesant, por që solli një frymë dëgjeset të ndërsjellët në mes I peshqvinëve, në mes teologëve, laikëve të shumtë, rregullarëve, pra me në krye papën dhe solli një frymë pra ecjet së bashku. Ky ishte edhe qëllimi I papës, për të ruajtur këtë traditë shumë të lashtë, e cila nis qysh me apostujt, e thoshte Papa Francesco tek letra e tij që sapo e citum, pra qysh në kohrat apostolike. Dhe koncili I parë ishte në të vërtetë jo ai Nikes në 325. Ky ishte koncili I parë pas lirisë së shpallur fetare, pra lirisë që ju dha nga perandori romak kishës. Por koncili I parë është zhvillu qysh me apostujt dhe e kemi të përshkruar tek veprat e apostujve në kapitullin 15 dhe e përmend edhe Shën Pali tek letra e drejtu Galatasve në kapitullin e 2. Mendohet se është organizuar rreth vitit 48 ose 49 pas Krishtit normal. Dhe aty duhej të diskutohej mbi disa tema, por sidomos tema që motivoi apostujt të mblidheshin ishte një: nëse duhej që pagant që po ktheheshin në krishterim të rrethpriteshin apo jo. Sepse traditat e Mojsiut ishin qarta, rrethprerja ishte një formë e identifikimit për familjet hebreje. Si identifikim pra si hebrej, si njerëz që I përkasin popullit të zgjedhur. Dhe duke qenë se krishterimi nuk paraqitej si një besim komplet I ri, por si një vazhdimsi e traditës hebraike, atëherë gati si natyrshëm lindi dhe pyetja, thu duhet të rrethpriten edhe pagan, për ata shtrim rrethprerjen për gjithë besimtarët e krishterë. Kujtojmë se në Islam vazhdon kjo traditë, pra mund të bahej, mund të qëndronte si diskutim edhe si mas që mund të merrej. Por qysh sidomos me Shën Palin, por edhe apostujt tjerë, edhe Shën Biedri është I qartë, e kuptojnë me njëherë se ne nuk shëlbohemi në sajt të mbajtjes së traditave të Mojsiut, që janë shumë të çmuara, por që kanë qenë përgatitje për të kuptuar misterin e pamasë të Krishtit. Edhe Krishti vetë ka hyrë në nshtrimin e tij ndaj këtyre tradita, përfshi edhe rrethprerjen e gjitha, por për të vazhduar pastaj për të qenë plotësi me gjakun e derdhur në kryq. Dhe këtu ishte pika e qartë për apostujt. Ne nuk na shëlbojnë ritualet, sa do të çmuara që janë, por mëshira e Krishtit që është dëshmuar sidomos në vdekjen e ngjalljen e tij. Dhe u mor vendimi që të ndërpritej tradita e rrethprerjes, pastaj edhe disa tradita të tjera që vinin nga hebraizmi. Normal nuk ndërpritej, si thosh, doktrina, pra 10 urdhërimet maheshin, porositeshin shumë. Gjitha format e familjes u përsosen edhe më tepër. Për shembull, hebraizmi pranon ndarjen e martesës në një farë pikë. Vetë Mojsiu e pranon në Besëlidhjen e vjetër. Krishti e dim në Besëlidhjen e re, thotë jo, janë përgjithmonë një burr e një gru. Sa të jenë gjallë paktën të dyja palë. Prandaj krishterimi ishte edhe vazhdimsi e hebraizmin disa pika, sidomos pra thash 10 urdhërime, disa format të porositjes së mëshirës e me radhës po him ti marrim gjitha, por kishte një farë piket edhe ndarjen e qartë ndaj ecjes së popullit të zgjedhur, I cili tani duhej të shtrihej të hapej mbar botës. E apostujt këtë gjë kishin qartë, me sa duket, sepse ato marrin nga Krishti, kanë qëndruar me Krishtin. Shën Pali jo, do të vinë disa vite pasi që Krishti është ngjitur në qiell, do të vinë në Jeruzalem, por merr nga apostujt dhe Krishti vetë dim edhe nga
Bibla se i shfaqet disa hershën pali do ta keni informumi disa pika qendrore të predikimit që duhet të ndiste, por thash sidomos ka njoftë apostujt, pra e apostujt e dinë se e njohin mirë zbulesin e Krishtit dhe e dinë mirë se çfarë duhet të shpallin. Prandaj edhe në besojmë, ne themi besoj Kishën Katolike Apostolike në kuptimin që bazohet fuqishëm edhe në predikimin e apostujve, sepse ato e kanë njoft Krishtin. Nuk po zgjatemi, por thash, koncili i parë pra ka ndodhur fill me apostujt. Thot Papa Francesco edhe këto. Në shekujt e parë të fesë, sinodet u shumuan si në lindje ashtu edhe në perëndimin e krishterë, duke treguar se sa e rëndësishme ishte ruajtja e bashkimit të popullit hyt dhe e kumtimit besnik të ungjillit. Pra, e fillun apostujt të parë, por kjo praktik u shumu filloi të pëlqehet në shekujt e parë, si në lindje ashtu edhe në perëndim. Në fakt, sidomos do t'jetë në lindje ky pëlqim masiv. Është vërtet se mungojnë dokumentet për të vërtetuar se kur kanë ndodhur këto koncile. Interesant, historianët thonë kemi një dokument interesant, një dëshmi të sigurt të Tertulianit, i cili ishte një krishter nga Kartagena e Afrikës. Ai është vërtet se vitet e fundit jetësi mbështeti herezin montaniste dhe nuk vdic i krishter në kuptimin katolik, si të thosh, por kalon vepra jashtëzakonisht të çmueshme, pavarësisht disa pikave që nuk i bashkëndan Kisha, ai edhe Origeni për shembull, ishin të dy gjeni, Origeni për botën greke e Tertuliani për botën latine, nga Kartagena e Afrikës, thash pra, dhe ai shkruan rreth vitit 190 këto fjalë. Në vendet greke mbahen në disa zona të caktuara disa asembleje në të cilat marrin pjesë të gjitha kishat dhe aty i trajtojnë së bashku çështjet më të rëndësishme. Këto mbledhje mbahen me solemnitet të madh si përfaqësuese të krejt krishterimit. Si thosh, ky thoshte kam marrë vesh se andaj nga pjesa greke e perandorisë e kanë zakon të mlidhen shpesh krishterët, pra të diskutojnë mbi tema të ndryshme në emër të gjithë krishterëve. Duke thënë andaj nga vendet greke, pra nënkupton se në botën latine ishin më pak të organizuar me këto ngjarje. E kujtojmë se 3 shekujt e parë krishterimi ka qenë në shënjestrën e përsekutimeve her pas here. Si organizoheshin? Përfitonin kur kishte ndonjë qetësi në perandorin romake, për shembull, kur ndryshonte ndonjë perandor dhe merrte masa më pak të ashpra ndaj të krishterëve, atëherë këto vazhdonin dhe përfitonin për të sqaruar disa pika, për të bërë shkrime të ndryshme, për të organizuar sinode të tilla, për të ndërtuar kisha, edhe pse kishte raste pastaj që kur vinte në një val tjetër dhunet shkatërroshin përsëri, por thash ja dilin të organizoheshin dhe bota greke interesant i kishte qef këto. Kujdes, bota greke nuk duhet të mendoj vetëm për zonat e Greqisë së sotme. Është shumë ndryshe harta që duhet krijojmë në mendje. Shkonte deri në zonat e largëta të Sirisë, të patjetër Palestinës, dhe po e citojmë se cilat nënkupton masak bile për atë kohë kur shkruan Tertuliani, pra në fund të shekullit II. Azia vogël në zonat e Turqisë së sotme, Siria, Ostreoni, mbretëria lashtë në Mesopotami, afër Sirisë, në Palestinë, pra vende ku krishterimi ishte më i lashtë edhe më i përhapur. Pastaj ndryshon harta politike që kemi sot, por në atë kohë me Aleksandrin e Madh e pas kultura greke ishte përhap shumë fuqishëm në ato zona. Ishin zona ku lakmohej që generalët, governatorët, qeveritarët të shkonin, të dërgoheshin nga perandori romak, të punonin në ato zona, të ushtronin karrierën e tyre, sepse ishin zona me të ardhura jashtëzakonisht të mëdha. Se sot krishterimi ka një pakicë e katolicizmi edhe pakicë edhe më të theksuar, është tjetër mohabet, është si pasojë e ngjarjeve të ndryshme që kanë rrjedhur në histori, por në atë kohë kishte një krishterim shumë të sofistikuar në ato anë. Dhe prandaj e kishin zakon të mlidheshin her pas here, të mos nguteshin. Kur dilte ndonjë herezi, mlidheshin dhe diskutonin, rahnin që është e natyrshme kjo gjë,
si mund të mbaj një mendje krejt zbulesën e Zotit. Kur delte ndonjë rast, për shembull ky montanizmi që doli, që përmenda, që ishte pastaj më shumë u përhap, filloi në lindje dhe u përhap edhe në perëndim, ku edhe Tertuliani u përfshi. Predikonte ky Montani ishte një meshtar, ishte prift i kthym nga një besim pagan, por kishte marrë me vete disa teorina ku mendonte se, kur kishte zbulu sidomos temat mi shpirtin shahit, mendonte se ky kishte zbulesa dhe me sforcimet e veta mund të arrinte të kishte vëgime sa në gjana. Asa mriti deri aty sa që thoshte, duke cituat rreshtin e Krishtit në darkën e fundit ku Jezus i thot, unë do t'ju dërgoj një mbrojtës tjetër, thoshte, ai mbrojtësit e jam unë. Pra shpirti shahit një, pastaj jam edhe unë. Pra, dalin pak nga binart. Të njëjtën gjë do ta bante në shekullin e tretë, edhe do të kulminonte pastaj në shekullin e katërt në koncilin e Nikejës, Ario, edhe ky prift, i cili thoshte se Krishti është, si thosh, i rëndësishëm, por për të mbrojtur Zotin, kështu vjen pastaj edhe tonimi disave, ishte gjeni, një njeri që dinte me artikulu bukur konceptet e veta, me shku me gjetët dhe pjesë të shkrimit shenjtë që ja lejojnë pastaj të dalin në përfundime që danë, por thoshte se Krishti nuk është i barabartë me Atin. Dhe Jezusi është i rëndësishëm, profet i madh, por nuk është njësoj si Ati. Është i krijuar prej Atit, s'mundet me kenë, i lindur prej Atit. E pastaj i peshvetum lodhen në koncilin e Nikejës dhe thanën, shiko se je gabim. Ai pastaj nuk pranoi të bindej. Përmena Montanin, dy prifta dhe Arion, dy gjeni, por në një farë piket, edhe shumë të tjere, por sidomos ky Ario bani një kërditje jashtëzakonshme, sepse mori mbështetjen interesante të shumë i peshqvinjve, por bani një katastrofë të vërtet teologjike. Njëherë një profesor jonë kur ishim në seminar, duke trajtuar këto gjëra e shumë tjera, që kanë ndodhur në histori me disa njerëz genial, por që kanë në një farë piket kanë kulminuar me herezina shkatrimtare, thoshte, cili është ndryshimi mes trenit edhe gjeniut. Se treni kur del nga binart ndalet, kurse gjeniu kur del nga binart nuk ndalet ma, vazhdon me marrinat e veta, e s'ka gjë që e ndal. E më vjen keq, por kështu është. E sa tjerë që nuk po hym më shumë. E janë njerëz që kanë edhe dhuntina të natyrshme, sepse Zoti i jep dhuntit, por mvaret si ti i përdor. Edhe vëgimet e përmenda Montanin, por mund të jenë njerëz që kanë edhe shpirt lutje të natyre, por shiko se djalli kur hyn në mendimet tona, mund të hyn edhe në vëgimet tona, edhe mund të manipulojnë. Prandaj kisha nuk i beson më njëherë. Testi ma i pagabushëm për këto pseudo shajtër, e pseudo profet, e pseudo genial, është dëgjesa. Nëse këto kanë përvojtrin të binden, ka diçka të vërtetë në ta, sepse din të presin. Nëse kanë ngutin të mos binden atëherën, ka diçka që nuk shkon. Këtë nuk po thamun, e thoshte Shenjtja Tereza e Avils, thoshte në shekullin e 16, kur nuk ka dëgjes, ka diçka që nuk shkon. Sepse njeriu fut egon e vet pastaj. Djalli ban punën e vet, por njeriu fut egon e vet, dëshiron të korrin pak suksesin, e të korrin pak lavdin, edhe sidomos të korrin pak adhurimin, që i takon vetëm Zotit, por kanë qejf të hynë edhe vetë në rresht. Dhe për shembull, po marrim një rast sa për ta mbyllur këtë temë, kujtojmë Padre Pio në kohëve tona, shumë i famshëm, kishte dhuntina të jashtëzakonshme, mos e mrekullit i bante gati si badashje. Por kur kisha e pau se ka të bajnë me një rast me dhunti shumë të shumta, por edhe shumë të çuditshme, të papame ndonjëherë, dukej në dy vende, plagët e Krishtit që kishte në trup, atëherë ne vunin në ndëgjes vërtet të rrept. Ndoshta edhe informuar pak me gabime se lija shenjt, por Padre Pio u bind të gjithave. U bind. E kur vinte në kush gjoja për ta ndihmuar Zotin, e për ndihmuar Padre Pio, duke i thënë se të organizohemi, të bëjmë protesta gjana, Padre Pio thotë, je djalli, thotë, ulu të kam të kish. Ku nuk ka dëgjes, ka diçka që nuk shkon. Ku ka dëgjes, ka diçka që mund të marrë në shqyrtim. Edhe po i kthehemi. Prandaj kisha mlidhej, i peshvin teolog, trajtonin çështje të mprehta, sepse nuk ishin qarta vërtet disa tema, sidomos do rryma që i gjejmë në shkrimin e shenjtë. Dhe dilnin pastaj në përfundim, duke bazuar në shkrimin e shenjtë, patjetër, por edhe në filozofinë, edhe në shpirtin e lutjes, e gjitha në arsye në shnosht, dhe
këtu u kërkonin këtu në heretikëve që të bindeshin, sepse thash, ishin edhe prifsa vetë, pra, kishin një shpirt përgatitjet dhe lutjet, por banë një katastrofë të vërtet, sepse nuk pranuan të binden. Ashtë e vërtet se, thash, mblidheshin, por jo gjithmonë delin me sukses. Por po të malemi këtu, mblidheshin për të diskutu, kjo frym e kish për të gjetë një formë bashkëndarje të vërtetave kryesore. I gjejmë këto gjurmë të kësaj frymet edhe në Shkrimin Shenjtë, ku të krishterët e parë, me njëherë pasi Krishti ngjitet në qiell, rreth vitit 33, me njëherë, pra masi zbret Shpirti i Shenjtë edhe apostujt fillojnë të predikojnë, me njëherë gjejmë formulime shumë interesante që përmbledhin fenë. Kujdes, nuk ishte besojmë në sikur e lusim ne për çdo ditë, nuk ishte ende Shkrimi i Shenjtë. Unë gjejt janë shkruar rreth vitit 70 e pas. Por me njëherë, qysh në 10 vjeçarin e parë, gjejmë gjurmë të këtyre formulimeve. E gjurma më e famshme është në letrat e Shën Paulit, te letra e parë e drejtuar Korintianëve, kapitulli 15, rreshti 3 deri në 5, ku Shën Pauli thot: Dhe një mend thot, me së pari u thot Korintianëve, po i kthehemi kësaj teme se çka ka hek pak me Korintian, jo pak por shumë. Dhe një mend thot, me së pari ju shpalla ato të vërteta që unë veti mora, se Krishti vdiq për mëkatet tona, sikurse e paralajmëroi Shkrimi i Shenjtë, që varrosur të tretën ditë u ngjall se vdekuri, si u tha në Shkrimin e Shenjtë, ju duk Kefës e pastaj të 12-ve. Kam dëshirë t'i kthej edhe një herë, se është interesante, kanë gjallë debate, por shkrime, studime të biblistëve. Këtu ku thotë dhe një mend me spari u shpalla ato të vërtetat që unë veti mora, janë 2 pika, se Krishti, pra këtu vazhdon citimi që Shën Pauli me sa duket e merr ashtu. Ishte një formulë, Krishti vdiq për mëkatet tona, sikurse e paralajmëroi Shkrimi i Shenjtë, që varrosur tretën ditë u ngjall se vdekur, e lexova. Pra, ky është citimi, thotë, ma kanë mësuar kështu, e unë e kam mësuar përmendësh, edhe ju kam predikuar. Është një pasuri që e kam marrë, pra, ju shpalla edhe ato të vërteta që unë veti mora. E kam marrë, ju kam sjell ju. Çka keni që ngatroheni? Sepse kishin filluar të ngatrohen. Ndoshta, thonë biblistat, ky formulim i ka rajt në 10 vjeçarin, maksimumin vitet 40, dikon aty afër. Pra, me njëherë masi Krishti është një në qiell, po thuj se me njëherë. Dhe ka mundësi që është shkru në Antiokin, që është Turqia sot me një prej qyteteve, metropoleve më të famshme të asaj kohet, ishte Antiokia, Aleksandria, Roma ishin metropolet e mëdha të kohës. Dhe të krishterët e Antiokis, si me sa duket kishin disa përgatitje intelektuale të veçanta, të krishterët që flisin greqisht formulojnë këtë mënyrë për t'u identifikuar në mënyrë të nërthjallë dhe fillojnë ta përhapin me sukses në gjithë kishat e krishterë, kudo që vazhdoi të predikojë ungjillin. Dhe Shën Pauli ban të njëjtën gjë, kur edhe i pëlqen me sa duket ky formulim dhe e merrte me vete në mend, pra, dhe e citonte me shumë qejf. Dhe shton pastaj te kjo letër Shën Pauli shtonën vetë. Pastaj ju duk vëllezërve që ishin së bashku më shumë se 500 vetë. Interesant, një detaj interesant. Krishti kur është ngjallë, është duk një anë tjetër, to thotë Shën Pauli është duk edhe një moment sot vëllezërve që ishin më shumë se 500 vetë, një turmë e madhe. Prej të cilëve shumica janë ende gjallë, e disa kanë vdekur. Pastaj ju dëftu Jakobit, sepse edhe Jakobi më ai si një prej kolonave, thot, një prej shtyllave të kish fillestare, dhe mandej të gjithë apostujve, pra edhe një herë thekson apostujt. Jakobi ndan Kefën, Kefa është Shën Pietri. Shën Pietri gjithmonë thot ju duk Kefës e të 12-ve, pra sikur e ndan veti, sepse Kefa Pietri, Kefa është fjalë hebreje që do të thonë shkam. Pra Shën Pietri, pse nuk thot të 12-ve edhe pikë, por dhe me nda autoritetin e tij. Pra janë formulime që vetë edhe Shën Pauli me sa duket i ka dëgjuar dhe i ka marrë me shumë qejf, i ka shtu në predikimin e tij. Për të thënë, jo vetëm Krishti, por edhe dëshmia e apostujve të parë. Më së fundi mu dëftua edhe mua dështakut. Nuk është i përvojtri falso. Shën Pauli ka një hall të vërtet me Korintian. E halli është ky, sepse kishin fillu të ngatrohen me njëri tjetrin. Nuk qenë ka një risi, pra ndarja, jo po ne jemi kështu, për shembull sot ne themi ne jemi katolik,
ortodoks, protestant janë shumë, anglikanët me radhë. Pra me njëherë në predikimin e tij Shën Pali, pasi predikon në Korint, i kthen disa ka Krishti, kur ma vonë merr vesh mas disa vitesh, u nis letrat korintianëve, letra e parë, sidomos është një kamzhik që përpiqet t'i vënë në vijë, kamzhik në kuptimin shpirtëror të fjalës, se nuk është se bën luftë. Thot, kam një gjuhë, thot, në fillim të letrës tij, secili prej jush thot, unë jam i Palit, unë jam i Apolit, unë jam i Kefs, unë jam i Krishtit. Pra, kishin filluar të ndahen sepse shkon Shën Pali në Korint, themelon një bashki të vogël, po Korinti ishte i madh, se ishte edhe ai një metropol i madh. Shkon edhe Apoli, një tjetër i krishterë, i përmendur edhe me sa duket shumë i përgatitur i brezit parë, dhe atëherë thonë, jo, nina ka predikuar nxjidhin Apoli, jena ma të rëndësishëm na. Jo, nina ka prediku Pali. Ma e dikush tjetër, me sa duket pas a shkuar edhe Shën Pietri, Kefa, pra Pietri, e keni fillu të përçaheni në emrin të apostujve. Bile ne njani thot, jo, ne jemi të Krishtit, pra janë ndan vete, edhe thonë, jo, ne jemi direkt të Krishtit. Shën Pali thot, vallë, a qenë ka Krishti ndar, a mos u kryqëzu Pali për ju, sepse ju krenojni se ju kam pagzuar, thot, jo, thot, po në kryq ka shku Krishti për ju, thot, mos u ndani, thot, sa bukur e ka për zemër bashkimin. Mund thot, më lini një nënan, thot, unë jam dështaku, thot, që i kam bon, unë e kam përnik, e në të vërtet, unë jam më i vogli në apostoj, pra në i thot të fjalë, nuk është për vojtri falso, për dënë mi shty ka Krishti, bashkonu, thot, që keni si ndaheni, ne mërtem ndaheni, thot, unë jam më i vogli në apostoj, unë nuk jam i denjë, as të quhem apostull, sepse e kam salvu kishën e hyjit, por në sajt e hirit hyjit jam kjo që jam, pra, nuk kam se krenohem edhe shumë, thot, nuk turpnohem ma shumë, sepse mëshira e Zotit është ajo që është, e di, thot, e më ndihmon, por mos u ndani, thot. Edhe këtu e citoj edhe një herë, a mos u kryqëzu Pali për ju, thot, apo u pagzuat në emër të Palit, thot. E falenderoj hyjin, thot, që me përjashtim të Krispit e të Gajit, përmend dy emra, nuk pagzova asnjë ndër ju, thot. Por ka prediku, janë kthy ka feja, ky ka pagzuar dy vet. Që askush të mos mund të thotë se u pagzu në emrin tim, pagzimin e pasabon dikush tjetër. E po, pas kam pagzuar, i kujtohet, edhe familjen e Stefanës, sa më kujtohet, nuk kam pagzu tjerë, pra, mos u përçani. E theksova me dashje, unë ala të kjo pjesë, sepse përçarja, thash, ishte me sa duket të ndimi me njëhershëm i bashkisë të krishterë. Prandaj, këto formulime ishin si pika bashkimit, kishin me thonë pashaporta, karta e identitetit, dhe kur takoheshin krishterët e njëri qytet, mund të imagjinojmë, me disa krishterë të ndonjë qyteti tjetër ose fshati tjetër, i thoshin, çfarë besoni ju se Krishti ka vdekur për mëkatet tona, sikurse e citova, pra, sikurse e thoshte shkrimi shajt që varos tretën ditë unjall. E pastaj ju dukesu me radhë, pra. Edhe ne besojmë ashtu, pra, citonin këto fraza. E keni vure, i besoj se bëhet fjalë për vdekjen e ngjalljen e Krishtit sidomos. Edhe kjo quhet kerigma, është një term kishtar, edhe kjo fjalë greke, që do të thonë shpallje, dhe kjo ishte përmbajtja e parë e predikimit të apostujve sidomos. Lindja, vdekja dhe ngjallja e Krishtit. E ishte dashur me kënë edhe sot. Përmbajtja e parë kryesore e predikimit kish. Gabimi që e bëjmë në katekizmët tona është se fillojmë me Adamin e Evën. Na e lemi shumë të dhe turnimet, me gjithë dashnin që do të mi pas për ta. Historia e shëlbimit deri te Krishti. Na lemi gjatë tek jeta e Krishtit mrekullit që ka bon. Pastaj flasim shpejt e shpejt për vdekjen e ngjalljen e tij. Për të krishterët e parë ishte krejt e kundërta. Filloshin nga fundi, nga ai që ne e quajmë fundi, sepse kështu i nepshin dritë gjithë të tjerave. Pra, gjaja e parë që ato predikonin është ne besojmë se Krishti është biri hyjt që ka ardhur, është bën njeri, ka vdekur, është ringjall. Është në qiell, në djathtën e Atit. Dhe ka dërguar Shpirtin e Shenjtë. Po vdekja ngjallja e Krishtit ishte në qendër. Thot Shën Pali, unë erdha ndër ju, thot, nuk deshta të predikoj tjetër, i thot Galatasve. Përveç se Krishtin e kryqëzuam, thot. Nuk du, thot, kush ju mori mend o Galatas të pa mend, thot. Unë erdha ju solla Krishtin, thot, kryqëzuam, thot, edhe ju shkute përfundut me ligje me sa të tjera. Krishtin e kryqëzuam. Shën Pali nuk njihte shkrimin shajt, ende thash, ka mundësi që ashtu si e kemi ne shkrimin shajt, janë formuluar nga vitet 70, por pasi kishte noll martirizimi i Shën Palit, me natë kënë noll maksimum 67. Pra, nuk njihte atë që na e quajmë shkrimi shajt, nuk e njihte besinë e re, e kam fjalën.
bile ai vetë kontribon të shkruhet Beslidheria, sepse shkruan letrat e veta. Rreth kerigmës pra, rreth shpalljes, vdekja e ngjallja e Krishtit, sillej krejt predikimi i kishte. Ishin shpik edhe disa himne, si pun këngësh. Imagjino dikush për josh ulet dhe shkruan një këngë edhe ka atë frymëzimin e vet. Kështu banin me sa duket edhe ndonjëri prej apostujve ose ndonjëri prej krishterëve të parë, burro, grup, qofshin, nuk e dim. Është për shembull në këtë frymë e famshme edhe ajo që gjejmë tek letra e Filipianëve, shumë e famshme, që vetë Shën Pauli edhe këtu e citon. Filipianëve Filipianët ishin bashkia parë në Europë që predikon Shën Pauli, pra e kthen. Në Filipi ishte në Greqinë e sotme, një qytet i famshëm për kohën, ku të cilin e themeloi Filipi i Maqedonisë, pra jati i Aleksandrit Madh, dhe filloi të popullohej nga sidomos pra grek dhe të ardhur nga Roma, pra pak rëndësi ka, por Shën Pauli shkon aty dhe kthen në fe një bashkësi. Kjo bashkësi do të mesin si loçka zemrës për Shën Paulin, e don fort, dallohet në letrën e tij se e don fort këtë bashkësi. Është gati si ngushëllum. Nëse me Korintian kishte debate, me Galatasin, me të tjerë, me këto nuk i frenan, nuk i kursen fjalët superlativat, pra fjalët e përzemërta. Dhe u thot, mendoj se është shkruan 56, në disa thonë jo, në 61, 63, por kur Shën Pauli është në burg, detaj për të mos u harru, sepse predikon Krishtin e vdekun e të ringjallën, që i jep dritë edhe burgut tij, edhe vështirësive të vetë Filipianëve, sepse thash, këto ishin loçka zemrës tij, por edhe Shën Paulin e fusin burg më një herë edhe në Filipi, e krishterët fillun të vujnë më një herë, sepse pushtetarët e vendit thanë ç'a janë ky sekt që po na lind, edhe ta mbajmë në kontroll. Por kini në ju, thot, po ato ndjenja që ishin në Krishtin Jezus. Dhe vazhdon këngën që thash, himnin që mund të jenë kriju dhe u asjall edhe një herë Filipianëve në letrën e tij, i cili thot Krishti pra, edhe pse me natyrë hyj, barazinë vetme të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të, por ja mohoi vetvete, se mori natyrën e shërbëtorit dhe u bën ngjashëm me njerëz. Kam qejf ta lexoj krejt sepse është përmbledhja krejt misterit Krishtit, dhe keni dëgjuar kush e di sa herë. Dhe për kapamja jashtme duke vetëm njeri, e prandaj e për uli vetveten, duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq. Prandaj hyi e lartësoi tezve dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë, dhe çdo gjuhë të dëshmojë Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë. Është përmbledhja edhe një herë e kerigmes që citova pak më sipër në lidhje me letrën e parë drejtu Korintianëve, por pak më e zgjanuar. Shton edhe disa nuanca, disa detaje për të shpjeguar pastaj edhe dëgjesën e Krishtit deri në kryq, thekson kryqin, dhe pastaj se si atë e ka lartësu dëgjesën e tij pas vdekjes, duke ngjall dhe duke marrë në djathtën e vetë, duke bërë që gjithë popujt të nënshtrohen. Por rreth kerigmes këtu desha dal, rreth shpalljes që nën kuptojmë vdekjen e ngjalljen e Krishtit, janë ndërtuar ngjit. Pse kur shkojmë tek tregimi i mundimeve, ungjit janë pothuajse identik? Sepse këto ishin ngjarje që dëgjonin shpesh, shumë shpesh prej apostujve dhe i kishin freskë në mendje. Si mund të harroheshin? Biri i Zotit që ka bërë gjithë ato mrekulli, ka psu këtë mundim, këtë pushtim. Janë detaje që nuk harrohen. Po marr një shembull që nuk do të him të lëndoj maskën, por kur ndodh një ngjarje të mërshme, një vdekje e rëndë, familjarët i mbajnë mend detajet ma imta, ma hullësit, ma të padomethënia, i mbajnë mend gjitha, i kanë të freskën me mendje, sepse janë ngjarje të paimagjinueshme që kanë prek thellë shpirtin. Mundimet e Krishtit, vdekja e tij në kryq, e ngjallja e tij kanë mbet në shpirtin e apostujve, se ishte Zoti i tyre, ata i dhuruan zemrën e vet, të gjithashin e vet. Si mund t'i harroshin këtë detaj? Dhe këtë predikoshin sidomos në fillimet e veta. E pastaj do t'i pasurojnë tregimet e veta kur fillon të vdesin, ungjilltarët fillon të lanë shkrime e gjana, t'ia lanë breznive të tjera, por fillon t'i pasurojnë edhe me tregimet shumë pak tregimet e fëmirisë së Krishtit, gati asgjë jetë deri 30 vjeç, shumë mrekullities publike, por duke u lanë edhe atyre ngjyrime me misterin e vdekjes e ngjalljes Krishtit.
edhe mrekullitë tregohen në një formë, në një prizëm, duke I pa pra nga pikpamja e kerigmes në misterin e vdekjes një Jezus Krishtit. Pse kur ban mrekullinë e parë në dasmën e kanës Krishti I thot Maris, Zojës bekume, I thot, ende nuk erdhi ora ime, s'është punë për mua, pra nuk don gati sikur nuk don me e bën mrekullinë, e kur e ban, çfarë do të thonë? E ban por ora ime do të jetë vdekja e njollja. E gjitha mrekullitë janë një mënyrë për të kuptuar këtë mrekullive që është misteri më I madh që na ka shëlbu. Pra qysh se fillon shëngjoni duke treguar mrekullitë, hell shikimin ka misteri I kerigmes. Aty gjenden të gjitha pasuritë e të gjitha dritat e nevojshme për të kuptuar jetën e Krishtit, edhe gjithë shkrimin shajt deri te Adami e Eva pastaj. Kështu kuptohen ashtu si duhet. E nëse në Bibël ka, jo nëse, por ka dhe rreshta absurd ka një herë që nëse I marrim shablon, nëse I marrim kështu pa filtrim, rrezikojmë të bëhemi fanatik, vetëm në dritën e Krishtit marrin atë filtrimin e duhur, dritën e duhur dhe kuptimin e duhur. Janë edhe disa himne tjera që thjesht po I përmendi, por kështu I kuptojmë, që u shpiken nga krishterët e parë. Ndërta është himni që e vën Shën Luka në gojën e Zojës bekume, Magnificat në një në botën latine, pra shpirti im e madhëron Zotin, Magnificat pra mallnoj Zotin, thot Zoja. Ka mundësi thonë që Zoja e ka një këtë himn edhe në tjertë përpara, e të krishterët e marrin edhe e pëlqejnë, edhe e dinë se Zoja luste shpesh me sa duket, edhe e pëlqejnë edhe ato, e fillojnë ta lusin. Benediktus, pra qoftë bekuar Zoti, që po Shën Luka e vën në gojën e Zakaris, jo ati I Shën Gjon Pagzusit, kur lind Gjon Pagzusi, ose ai himni që është titulluar Nunc Dimittis, pra ku plaku Simon kur merr Krishtin foshën në krah, thot tani o Zot mund të lejosh të vdes shërptorin e paqe. Pra janë himne që kanë lind për herë me krishterimin, ose thash edhe himni I Zojës ndoshta ka qenë edhe para krishterënimit dhe pastaj ka marrë, si thosh, frymën e krishterë, duke kaluar nëpërmjet figurës së dashtën të Zojës bekume. Janë edhe shumë të tjera. Në Bibël, kush e lexon Ungjillin, e shef se përkthyesi gjithmonë I sistemojnë gati I bajnë si strofa, gati si himne, prandaj I bajnë ashtu, sepse ruhet kjo bindje e biblistave sotëm se janë himne të lashta. Në Bibël, por ka edhe jashtë Biblës, në liturgji. Për shembull, keni shkuar në mesh të dielave, festave, e të kremtave po, dëgjojmë se si lutet ose kënohet lavdi hyjt në lartësitë qiellore etj. Ky është një himn shumë I lashtë që nuk e gjejmë në Bibël, por e gjejmë në liturgji. Shumë I lashtë që kanë marrë krishterët e kanë kaluar brez pas brezi. Mos u habitni, por e kemi edhe në lutjet eukaristike. Për shembull, kur prifti thot fjalët e Krishtit për shugurimin e verës, për shembull, ky është gjaku I beslidhjes së re dhe të amshuar. Këto fjalë, pra beslidhjes së re dhe të amshuar, nuk gjenden në Bibël, nuk janë në Ungjil. Atëherë nuk janë vlefshme. Po, janë vlefshme, janë në traditën e Kishës dhe I gjejmë tek liturgjia, në zemrën e liturgjisë. Prandaj është shumë e rëndësishme tradita. Luteri, një tjetër gjeni, thash, por dolin herezi të veta. Luteri thoshte sa duhet gjatë tradita. Si duhet gjatë tradita? Aty ke pasurinë. Bibla është një ndër këto pasuri të jashtëzakonshme, por edhe liturgjia, edhe shumë gjëra tjera pastaj, por tradita këtë ban na sjell si thosh bagazhin e madh të zbulesës hyjnore, sidomos që ka kulminuar në Krishtin. U zgjata shumë, por thash sa të rëndësishme ishin këto pika bashkimit ndër krishterët e parë. Për të ruajt pastërtinë e fesë dhe ja përcjellshin njëri tjetrit, si thosh, ai beson edhe ti të gjana po, edhe ti po, të rrim bashkë dhe kështu do ta ruajmë pastërtinë e fesë. Edhe feja adhurohet, e këtu dalim tek një pikë tjetër, jo më pak e rëndësishme. Këtu është gjithë mundi, si thosh, I të krishterë për të qenë së bashkut. Për të bërë me kuptu se edhe feja dhurohet, sikurse jeta. Cili prej nesh ka dashur të vinë këtë jetë ose ka zgjallë? Jo, jeta është dhuratë. Faleminderit Zotit. Por si vetë jeta është edhe çdo dhuratë tjetër që kemi. Edhe feja është dhuratë. Ai mendimi pseudo genialëve të kohës sonë që thonë feja është diçka që duhet të lihet jetës vetjake të personit, jetës personale të personit. Tash po vendos kur të jetë I rritur. Provoj lënë pa hangër tjetrin derisa të mushin 18 vjeç që po tregojmë se si po jeton. A ki marr leje që ta ushqesh kur ishte I njohur? Ç'është ky muhabet? Feja nuk imponohet. Sikurse edhe kur të rritet dikush mund vrasin veten. Është e vërtetë, pra mund të mohojnë fen. Është e tmerrshme, situata është tragjike.
Sikurse edhe kur të dikush mund të zgjidhin të ketë një formë të caktuar edhe të organizimit të jetës, që prindi ndoshta e kanalizon në një formë që mendon të përshtatshme, por fëmia pastaj merr drejtimet e veta. Por mund bëhet edhe i keq, e prindi i ka dhënë edukatën e mirë. Pra, edhe feja mund të ushqehet, nuk imponohet, por duhet të ushqehet. Nuk është në natyrën e njeriu të lihet kështu, pa kurfar formimit. Pse çoj në shkollë fëmijët që klasë parë? Për t'i dhënë një formim që mendon se do të jetë i dobishëm. Pra nana e baba e dhurojnë edhe formimin, edhe kisha dhuron fen dhe duhet ta marrim si dhurat që duhet të mbrojt. Kur pagzohet dikush, riti i sotëm në ritualin e pagzimit është përditësu, për shkak çka kërkoni prej kish, pagzimin thuaj, por është saktësu, nuk hum kuptimi, por thon fen, kërkojmë fen. Pra kisha thot, ç'a doni, du fen. Okej, po ta dhuroj fen, pra që fillon në pagzim. Pra kisha tregon si non qysh aty. Dhe pranohet si non qysh aty. A është e vërtetë se duhet edhe jeta vetjake, e cila pastaj mbrana traditës së kish të mundson të fusësh edhe karizmat e tua, pra dhuratat e tua që shpirti i shejt çaban. Shpirti i shejt e mohon traditën e kahershme, por e përditëson dhe e gjallënon me ty, me mu, me tjetrin, e rinovon, e përtrin, si thosh, e rinon gjithnjë, duke e majt gjithmonë të lashtë e gjithmonë të re. Kur nuk ik nga raja, por gjithmonë lëshon deg të reja. Dhe pema njihet si kisha katolike gjithsesi, por lëshon deg të reja dhe por nuk mund ta kpusesh nga rajt, sepse atëherë nuk ka më jetën që i jep jetën tipike, pra burimin tipik që i jep kish jetën. Thash, karizmat personale janë shumë të çmueshme, nuk duhet të janë shkalojmë. Prandaj Papa Francesku menjëherë shton: në shekujt e parë të fesë, sinodet u shumon si në lindje ashtu edhe në perandimin e krishterë, e citum, duke treguar se sa e rëndësishme është rujtja e bashkimit të popullit të hyj dhe kombëtimit besnik të ungjillit, pra e theksum, pra rujtja e bashkimit. Viti jubilar mund të jetë një mundësi e rëndësishme për ta konkretizuar këtë formë sinodale, thot Papa, të cilën bashkia e krishterë percepton sot si një shprehje gjithnjë e më të nevojshme për t'u përgjigjë më mirë urgjencës së ungjillëzimit. Të gjithë të pagzuarit, secili me karizmën e vet dhe shërbesën përkatëse si bashkëpërgjegjës në mënyrë duke thënë pra sa e rëndësishme është që edhe ne pastaj ta japim kontributin ton në mënyrë që shenjat e shumta të shpresës të dëshmojnë praninë e hyjit në botë. Pra ti duhet të japësh edhe ndihmën tënde, sepse kështu shtohen shenjat e shpresës, jemi duke fol për shpresën, për shenjat e shpresës në vitin e shpresës, vitin jubilar të shpresës, dhe ti me dhuratat e tua sikur e shton shpresën dhe e shton tërheqjen e botës ka Zoti, pra, i cili bëhet atëherë shpresë. Ndërthurja pra e fortë që duhet të jetë mes fesë që marrim nga të tjerë dhe fesë që përpunojmë në mënyrë vetjake duhet të jetë e qartë gjithmonë. Ku ka bashkim me kishën, kjo ndërthurje nol mënyrë të shnetshme. Ku nuk ka bashkim, ndërthurja rrezikon vërtet të bëhet një fushë minume, sepse kur fusim vetëm egon ton personale, jemi njerëz dhe mëkat normë, mëkatin e rrjashëm, por sikur mos ishte mëkati i rrjashëm, njëri vetëm është krijesë, është thjesht krijesë, Adam e Eva. Dhe mëkati fillestar është sidomos në rajnë një mungesë komunikimit, një mungesë përvojtërie, nuk deshën të pyesin Zotin kur djalli po përpiqet të shtynte në mëkat dhe të komunikonin me Zotin. Edhe përçarjet e shumta në kish janë gjithmonë në raj, kanë një praninë, si të thoshe, një frymët pak rebele ndaj Zotit, por edhe ndaj autoritetit që e përfaqëson dhe mungesën e përvojtërisë. Por ku ka përçarje në teologji, pastaj pasojat e rëndërana, sepse ka përçarje në moral, e ka përçarje edhe në jetën shoqërore. Pasojat janë katastrofike menjëherë. Prandaj djallit i pëlqen që të përçajnë sidomos teologët, sepse pjesën tjetër e fiton kollaj, sepse ndryshon mënyra shikimit gjanat. Ti kthehemi koncilit Nikes. E kështu e kuptojmë sa i rëndësishëm ishte ai koncil që donte të mbronte hyjnin e Jezu Krishtit. Jezu Krishti është hyj, Ario thash, por me gjithë genialitetin e tij, duke e dashur të mbrojnë hyjninë e Zotit, thoshte jo, Krishti, Zoti s'mund bëhet vërtet njeri, Krishti. Jo, Zoti është Zot, por mënyra se si e tregon mallështinë e vet, t'ia lëm atij, jo të përpiqemi ta mbrojmë. Zot është i madh, pe Krishti din bëhet kaq i vogël. Dhe Krishti është hyj, i njëjtë me Atin, po ashtu edhe Shpirti i Shenjtë.
pa dashur të zbresim detaje që menjëherë mund të kalojnë keq kuptime, në këto zona pastaj të perandërisë romake, 3 shekuj ma vonë do të lindte Islami, por do të lindshin edhe shumë ide tjera. Edhe aty Krishti konsiderohet si një profet i madh, por jo si perëndi. Ishte terreni i përgatitur prej Arius e shokëve të tij. Me një sukses të jashtëzakonshëm për kohën, sepse mas koncilit Nikes, është e vërtetë se u dënu u çkishnu Ario, por ky nuk zuni mend, ky edhe shumë tjerë e fillun prapë të propagandojnë idetë e tij, shkoi për hapë sidomos edhe në Gjermani, edhe në zonat e Gjermanisë së sotme, po themi, por sepse lëvizej kollaj në për perandorinë romake në atë kohë, por e përhapën masë perandori Konstantini që e mlodhi koncilin dhe e mbrojti, si thosh, ishte i papagzuar vetë dhe në fund të jetës së vet thuhet se u pagzuan nga një i peshë arian. Pra kishin vazhdu e pas tij erdhi një perandor djali i Konstantinit që u bë arian dhe filloi një si punë përsekutimit mes katolikëve, mes krishterëve, se fjala katolik do të dilten pa më vonë. Mes krishterëve që mbronin koncilin e Nikes. Vazhduan herezitë e tija. Edhe pse u fituan koncilin e Nikes. Gjëja interesante është se ai perandor pastaj tjetri ndryshoi prapë gjanat. Gjëja interesante është se koncili i Nikes filloi një proces bashkimit që nuk diti me ndal asnjë përsekutim, që gjithsesi vazhdoi për kohën, por mbeti koncili i Nikes në puna që ai bani, mbeti në mendjet e teologëve që donin ta mbronin pastërtinë e fesë, sidomos këtë rast hyjninë e Jezu Krishtit. Prandaj, Papa Francesco thot në letrën e tij, koncili i Nikes kishte për detyrë që të ruante bashkimin. I kërcënuar seriozisht nga mohimi hyjnisë së Jezu Krishtit dhe i barazisë së tij me atin, ishin pranishëm rreth 300 i peshvit, të cilët u mlodhen në pallatin perandorak, të thirrur nga perandori Konstantin me 20 maj 325. Pas debateve të ndryshme, të gjithë me hirin e Shpirtit Shenjtë njohin veten në simbolin e fesë që është shpallim edhe sot e kësaj dite në kremtimin eukaristik të zdjelës. Etjet e koncilit zgjodhen që ta fillonin atë simbol duke përdorur për herë të parë shprehjen ne besojmë, si dëshmi se në atë ne të gjitha kishat gjendeshin të bashkuara dhe të gjithë krishterët pohonin të njëjtën fe. Një legjend, thot diçka simpatike, se në atë koncil thuhet se ishte edhe Shën Antoni abat, shumë i famshëm, i cili ishte strehu në shkretinat e Egjiptit, por i braktis ato shkretina për të mbrojtur fen, shkon edhe ky merr pjesë në atë koncil dhe me karizmat e tij, si thosh edhe dhuntit e tij, nikon që i peshvit të ruajnë pastërtinë e fesë, por Krishti është Zot. Por mendohet se ishte edhe Shënkolli. Mira ishte një qytet, ky ishte i peshqve të qytetit në Turqinë e sotme, dhe një traditë simpatike, por domethënëse thot, nuk dihet pastaj sa është dokumentuar, por tradita ekziston, që thot se Shënkolli kaq shumë u revoltuan kundër Arios, saqë ju afru, duke u përpjek ta binte se po gabonte dhe në nerva sipër i dha një shput Arios, e goditi me shput. Normal ngjalli pak i ndinjat, jo pak por shumë, edhe vetë perandori që ishte i pranishëm, thuhet se e burgosën Shënkollin, ja hoqën të drejtat për të marrë petkat që mund të mbaten gjatë atij gjyqit, petkat e i peshvit, që mrekullisht thuhet në burg ju shfaqen Krishti dhe Zoja dhe ja rikthyenen, dhe kur e panin rojet se në burg, edhe pse nuk kishte nga timerte, kishte marrë petkat i peshnorë, e liruan edhe një herë dhe e mori edhe një herë statusin e drejtimit të dioqezës. Por interesant, Shënkolli thuhet se i ra një shput Arios, si thosh për ta zgju pak nga plogështia ku po shtynte veten. Pak rëndësi ka, janë detaje që të bajnë me mendu, por e vërteta është se ky koncil pati një sukses, edhe pse jo me njëherë politikisht, por pati një sukses të jashtëzakonshëm në nivel fetar, për sa i përket bashkimit të fesë. Atu formuloi ajo besojma që ne kemi në gjuhën tonë përditshme, edhe në liturgji, besojma në formën e shkurt, por ma vonë, edhe pse koncili Nikes u tregu shumë i qartë, thash, u vazhdu herezia Arios si predikim, edhe nga disa peshvit që u shpallan ato heretik, por lindën edhe herezit tjera. Herezit e Arios u bën nana për shumë herezit tjera. Dhe në 381, pra shumë vite, shumë dekada ma vonë, u mlodhen edhe një herë në Konstantinopol tani, Stambolli sotëm, në kryeqytetin e saj kohe, një prej kryeqyteteve të perandorisë romake, u mlodhen, sepse tjetri ishte Roma, u mlodhen i peshvit dhe teolog nga perandori Teodozi i parë. Ky i mlodhi dhe e kryesoi atë koncil, dhe aty u formulu besojme në versionin e gjatë që dëgjojmë edhe sot e kësaj ditet në mesh të dielave dhe në mesh solemne
të kremtet e mëdha. Nuk po him të lexojmë, por është ajo besojmë. Dhe me të drejtë, pastaj mori emrin besojma Nikeo Konstantinopolitane, sepse Nikea dhe Konstantinopoja të dyja së bashku pra e formuluan dhe i saktësuan disa detaje që kishin për zemër, sidomos për sa i përket kristologjisë, sepse aty u bëshin gabime më të mëdha. E përmendin për shembull Jezusi hyi prej dritë për dritës, hyi vërtet për hyi të vërtet, lindur jo të krijuar, sepse ishin terme që përkohen banin diferenca të mëdha. U mishru për vërtet Shpirti i Shenjtë në krahërin e Virgjërës Mari, ma vonë fillon të lindin ide tjera. Virgjëra Mari i pozoja me kume, atu ka qenë Virgjës, e u bën një koncil tjetër prapë pastaj për të mbrojt. Jo laçzohen, por lindjen e Krishtit, sepse thuaj i Krishti pra doli në histori një heretik tjetër, thoshte nuk do ta quajmë nana e hyjit, por nana e Krishtit, Krishti më thanë Mesi, e kështu që mbrojmë zoja ka lind jo hyjin, sepse hyji ka qenë gjithmonë, por ka lind Mesin, jo, ai që ka lind prej zojës është hyj, dhe kanë lindë një formë virgjërore, pra në një formë të mrekullueshme. Mirë, por thash, u bë Koncili Nikes, thosh formuloi disa gjëra, por u bë shkak pastaj për të organizuar më vonë edhe koncile të tjera. Pak rëndësi ka, por kisha gjithmonë është mbledh. Detaji që këtu mund na bind sy është se si ka mundësi që mlodhi këtu, sikurse edhe herën e parë, një perandor, Teodozi. Teodozi i parë ishte vërtet shumë i rëndësishëm. Sa për ta sqaruar më një herë rëndësinë e tij. Nëse Konstantini në 313, por pastaj me Koncilin Nikes e shpalli krishterimin të lirë, jo ma të përndjekun, nga Perandoria Romake, Teodozi e shpalli krishterimin fen e vetme. Të gjitha besimet pagane atëherë shpallën të paligjshme, edhe kështu filloi një pastrim sistematik i gjithë tempujve dhe i gjitha besimeve tjera. E kështu u zhduken nga Perandoria Romake. Teodozi pra ishte shumë i rëndësishëm. Na befason pak pse një perandor për pas sikur t'i vareshim shumë sot presidentit e Amerikës, o një rast të ngjashëm po më vjen mend. Provania hynore ka përdor edhe këto njerëz. Kujdes, është e vërtetë se këtyre njerëz perandorëve u interesonte bashkimi, uniteti i perandorisë dhe me që feja ishte një mjet i mrekullueshëm e përdornin. Kujdes, por nuk ishin ateista. Nuk duhet të futemi me kriteret e sotme të gjykojmë drejtuesit e asaj kohe. Ishin njerëz shumë besimtar. Ndokush thoshte për Skënderbeun, ai ishte besimtar Skënderbeu. Çpyetja është, ishin gjithë besimtar në atë kohë, gjithë besimtar, një formë një tjetër. Çpyetja është, mos bëjmë pyetje pa vend të epokave tona, për epokën do të hyjmë të njohim epokën. Dhe për epokën Teodozi do të delte profanor. Për të ruajtur frymën e bashkimit, thash, ishte fryma që donte Krishti qysh natën para mundimeve në darkën e fundit i lutet atit, që të gjithë të jenë një, pra të ketë bashkim. Ku ka bashkim, Shpirti i Zotit vepron më shumë. Prandaj Papa Francesku thoshte në letrën e tij, Këshilli i Nikes është një gur miljar në historinë e kish. Pra, i rëndësishëm, kujtimi për vjetorit i tij fton krishterët që të bashkohen në lavd dhe falënderimin ndaj Trinisë së Shenjtë dhe në veçanti na Jezu Krishtit birit hyjt, i një qenë shëmeatin, i cili na zbuloi këtë mister dashurie. Por si Nikeja përfaqëson gjithashtu një ftesë për gjitha kishat dhe bashkitë krishtere, që të vazhdojnë rrugën drejt unitetit dukshëm, që të mos lodhen duke kërkuar format e duhura për t'ju përshtatur plotësisht lutjes së Jezusit që gjithë të jenë një, sikurse ti që jenë në mua dhe unë në ty, ashtu edhe ata të jenë në ne, që ta kuptoj bota se ti më dërgove. Nuk po zgjatemi, por Papa vazhdon duke thënë se në atë koncil u vendos edhe që data e Pashkëve të jetë njësoj për gjitha kishat. Sidomos nuk donin që data e Pashkëve të krishterët të koincidonte me datën e Pashkëve hebraike, sepse mund të keq kuptoj misteri i Pashkëve të Krishtit, që nuk është kalimi nga sklavëria e Egjiptit në lirin, por nga vdekja në jetë, që është shumë ma shumë dhe është misteri i Krishtit në qendër. Por për arsye të tjera dolën histori, sidomos ishte kur Papa Gregori i 8 në 1582 zëvendësoi kalendarin julian nga koha e Jul Cezarit në vitin 46, zëvendësoi me një kalendar të përditësuar, shkencërisht më të saktë, u quajt kalendari gregorian dhe u përdor masivisht nga kisha katolike dhe u bën shkak që të ndryshonte përsëri data e Pashkëve. Kishat lindore në fakt, jo në bashkim me kishën katolike, lusin gjithmonë
Pashkët duke përdor kalendarin julian. Thot Papa Francesku, sot njerëzit nuk I dinë arsyet historike. Dhe është mirë që ne të gjejmë, është rastësi ose provanore që unë Papa që pe Krisht në 2025 përsëri Pashkët bin në të njëjtën ditë thot për Kishën Katolike dhe kishat lindore jo në bashkim me Kishën Katolike, dhe ta përdorim si shtys thot për studiusit, për teologët, për gjetë një datë për bashkë, që me sa duket mund të gjendet. Ti lam pas krave, ato ndarjet, sepse përdoret edhe ndryshimi I datës, përdoret si mit identifikimit fatkeqësisht, për thonë ne nuk jemi në bashkim me papën, nuk I bindemi papës. Por është e drejtë që të vazhdojmë ngulim kam mi ndarjet. E prandaj, duke qenë vitin e shpresës, Papa Francesku nxit për bashkim sa më shumë, në sa më shumë pika, çaj për këtë historisë, të mesin historisë, ti lam, teologjiat na ndihmojnë të bashkohemi, jo të ndahemi. E ku ka bashkim, ka më shumë shpresë. Prandaj Papa ngul kam që edhe një herë të kthehemi frymës së Koncilit Nikes, që të jetë fryma e bashkimit që dominon në kishë, thash, kjo sjell më shumë shpresë për t'ju hap pastaj misterit të madh të Zotit dhe bashkëjetesës me dashni me njëri tjetrin. E për këtë marrim edhe bekimin prej Zotit. Ju bekoft, Hy I gjithë pushtetshëm, Ati, Biri e Shpirti Shenjtë. Amen.